Të bëhemi bashkë për të ndalur agresionin që po na bëhet. Kështu shpreh në emisionin Debat në Shenja, nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani. Ai theksoi se vendi ndodhet në një stand të zhvillimit politik, ku përpjekjet e BDI-së nuk kanë të bëjnë me rikthimin në pushtet, por me krijimin dhe mobilizimin në një front i rezistence për të ndalur atë që e cilësoi si agresion politik. Sipas tij, ky agresion është përgatitur ndër vite dhe ka filluar të zbatohet gjatë 2 viteve të fundit. Osmani shtoi se situata është e jashtëzakonshme dhe kërkon mobilizim të përgjithshëm. Dhe ftesa ime këtu është edhe të njerëzit apartijak, edhe të mediat, edhe të bizneset, edhe të OJC-t, të bëhemi bashkë, ta ndalim këtë keqe, pastaj do folim për parti politike dhe kush me fjalë të tjera ju po thoni. Osmani akuzoi pushtetin aktual se është duke ngecur edhe në rrugën drejt Bashkimit Evropian, marrëdhëniet ndërretnike, izolimin ndërkombëtar, të gjitha këto ai tha se e bëjnë shtetin një shtet të dështuar. Nënkryetari integristëve tha se në kohën kur ata kanë qenë në pushtet, shteti ka qenë epicentri i diplomacisë rajonale e më gjerë, ndërsa tash, tha ai, është shndruar në një oazë të izoluar në të cilën sipas tij nuk shkel kush më. Unë mendoj që BE-ja veçmë është shumë e largët dhe këtë e konfirmon kryeministri i vendit, i cili thotë se ne do presim edhe dekada të tëra. Duke u bë me dije njerëzve saj nuk ka ambicie për ta çuar këtë vend përpara. Ajo çfarë është më provokuese është një nënçmimi që ja bën partnerëve të vet të koalicionit, të cilët ju kujtohet dolën me premtimin 6 muaj. Dhe kur del kryeministri dhe ju thotë çfarë 6 muaj, ne dekada do presim dhe ata heshtin nuk folin për çmim më të madh nuk mund të ketë. Osmani drejtoi edhe një sër kritikash ndaj koalicionit të vlen, duke e cilësuar atë si të dobët dhe pa autonomi në vendimarrje. Sipas tij, ky koalicion është i defaktorizuar në qeveri dhe nuk ka peshë reale në proceset vendimarrëse.